Bertila Dhiaj, 32 vjeç, autori i vrasjes së kushëririt të tij Dalana Dhiaj në Selenic të Vlorës, u la sot në burg në akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare. Në gjykatën e Vlorës, 32 vjeçari u paraqit para trupës gjykuese dhe shqiptoi vetëm fjalët: "Nuk jam në gjendje të flas." Për 90 minuta seanca ai nuk pranoi të jap shpjegime mbi motivin e vrasjes së kushëririt të tij Dalana Dhiaj, duke e lënë të paraqartë arsyeën që çuan në këtë krim familjar. Vrasja ndodhi pas një takimi mes dy kushërive dhe pavarësisht tentativave të autoriteteve gjyqësore për të kuptuar motivin, 32 vjeçari nuk dha ndonjë informacion të ri. Ai më herët kishte pohuar se kishte vrarë kushëririn për një arsye të fortë dhe si kishte kërkuar këtij të reagonte, por detajet mbeten të panjohura. Bertila Dhiaj ishte i njohur prej autoriteteve prej vitit 2015 kur kishte marrë pjesë në masakrën e Çolës në Vlorë, ngjarje për të cilën është dënuar me 35 vite burg në mungesë. Gjatë periudhës që ishte në Arati, ai përdorte një pasaportë kosovare për të mbajtur identitetin e fshehur dhe për të shpëtuar autoriteteve shqiptare. Policia dhe prokuroria njoftonte se hetimet për motivin e vrasjes së Dalana Dhiajt do të vazhdojnë, ndërsa vendimi për të lënë autorin në burg u mor për të garantuar sigurinë e shoqërisë dhe për të lehtësuar punën e hetuesve në zbardhjen e plotë ngjarjes. Vrasja ka tronditur komunitetin e Selenicës dhe të gjithë Vlorës, duke rikthyer vëmendjen mbi krimet e kaluara të mbetura të pazbuluara në lidhjet e tyre me konflikte familjare të thella. Në këtë kontekst, gjykata ka theksuar se masa e sigurisë në burg është nevojshme për të parandaluar çdo tentativë të mundshme për shmangje të ligjit, duke pasur parasysh edhe precedentët e autorit dhe arratin e tij që e kishte mbajtur për kaq kohë.